E nderuar drejtoreshe, drejtorisë për kulturë, rini dhe sport, zonja Medina Bunjaku, të dashur bashkëdhetar, artist, krijues dhe dashamir të artit pamor. I nderuar artist Zoti Safet Rexha, doktori ynë shumë i nderuar, të dashur profesor Safet Gërgjaliu, i dashur bashkëdhetar Nazmi Jusufi, të nderuara zonja, të nderuar zotrinj, mirë se keni ardhur në ekspozitën e doktor Safet Rexhës, apo unë po e quaj si doktor, sepse ne e njohim si doktor, mirë po ky është edhe një artist i shquar për qytetin ton dhe më gjerë. Sot jemi mbledhur për të hapur dyert e një ekspozite e cila në veten ngërthen krijimtarinë, imagjinatën dhe reflektimin shpirtëror të artistit të Voshtres, Zotit Safet Rexha. Kjo ekspozitë është art dhe rezultati i punës dhe mendimit krijues që shfaq bukurinë e artit pamor si një vlerë e çmuar për kulturën e një shoqërie. Sot do të prezantojmë krijimtarinë e artistit Safet Rexha, një emër që me talentin, punën e palodhur dhe përkushtimin e tij ka ndërtuar një profil shumë të respektuar të artit pamor, jo vetëm në Voshtri, por në të gjitha trojet shqiptare, andej ku mblidhen gjithë artistët e kombit ton. Është kënaqësi e veçantë që kjo ekspozit organizohet nën patronazhin e kryetarit të komunës së Voshtres, Zotit Ferit Idrizi, i cili në vazhdimsi ka ofruar mbështetjen e tij për veprimtarinë kulturore, për jetën kulturore dhe artistike në komunën tonë. Komuna e Voshtres padyshim mbetet e përkushtuar që të jetë gjithmonë në mbështetje të artistëve dhe të krijuesve voshtrias. Sot në këtë ngjarje e kemi të pranishme drejtoreshën e Drejtorisë për Kulturë, Rini dhe Sport, zonjën Medina Bunjaku, të cilën e ftoj për një fjalë rasti. Të nderuar qytetar të Voshtres, bashkëdhetar, artist, dashamir të artit, i nderuar doktor Safet Rexha, shumë e respektuara familje Rexha. Është kënaqësi e veçantë ju uroj mirëseardhje në hapjen e ekspozitës së artistit tonë të mirënjohur Zotit Safet Rexha, ku arti shihet edhe si pasuri që ruan identitetin tonë, si dhe përcjell emocione dhe frymëzim ndër breza. Si Drejtori për Kulturë, Rini dhe Sport, ndihem krenare që mbështesim artistët tanë dhe krijojmë hapësira ku talenti vlerësohet dhe promovohet. Përgëzoj doktorin dhe njëherë as artistin Safet Rexha për punën dhe për kushtimin e tij dhe ju falenderoj të gjithëve për pjesëmarrjen tuaj. Në emër të kryetarit ju përcjell përshëndetjet më të ngrata, i cili për shkak të agjendës i cili gjendet në ambasadë e kishte të pamundur të arrijë këtë. Falenderoj drejtoreshën për fjalën e saj, ndërsa në vazhdim me një fjalë rasti do të paraqitet një dashamirës i madh i artit dhe i kulturës së qytetit ton, një profesor i nderuar, Safet Gërgjaliu. Përshëndetje për të gjithë, me siguri bani pyetje arte dhe unë dy bota, po, jam këtu edhe një veten shumë të lumtur që në mesin e juaj, ju falenderoj për kohë që jeni të pranishëm sepse po e dhuroni më të shajten. Ajo çka e bën të veçantë këtë mbrëmje është që arti në Kosovë po bashkon. Arti po i kalon ndarjet edhe politike, edhe sociale në shoqërinë tonë dhe po shndrohet në një emrus të përbashkët ku i bashkon ndjenjat e të gjithëve. Ti është një Voshtri të vjetër, ti kesh 28 piktura të reja, 4 skulptura dhe kesh një profesion paralel si stomatolog, këtë mund ta bëj vetëm doktor Safet Rexha. Mi po, definitivisht, ky nuk mund ta bëj një gjë të tillë pa mbështetje të familjes, dhe nëse dikush meriton duartërukitje për këtë ekspozit, nuk është vetëm puna, talenti i doktor Safet Rexhës, por mbështetja nga zoja dhe familja që janë bashkëpunëtar në sukseset e tija. Nuk është e lehtë në këtë kohë të kësaj turbullie politike ku mbi Kosovë vërshojnë rreth të dendura të gjendet motiv dhe kreativitet për art. Mi po, definitivisht
arti është emocional, arti bashkon, arti i forcon urat e komunikimit dhe besoj merita më e madhe e komunës së Ushtrisë dhe e Zotit Regja është që sot dasht e padasht duhet të pranohet që e kanë shëndru Vushtrinë në kryqëtet të artit në përgjithësi. Prania e shumë artistave që po i shoh këtu, në veçanti profesor Kalaveshin, musafir nga Austria, familjar nga Austria, kemi musafir nga Gjilani i dhe një vlerë të shuar kësaj ekspozite, por më emocionale ka qenë ajo që në hymje bisedova me një mik që kish pa një katalog, një fotografi apo një piktur të doktorit dhe ish aq i lidhun emocionalisht me atë piktur, sa që thot pas shuarës dashurisë më të madhe në jetë, që ka qenë nana e saj, 18 muaj nuk ka hi në obor të shtëpisë dhe mas 18 muajve kur ka hy në shtëpi e ka shkrep atë fotografi, duket fotografia më e mirë, por asaj fotografie i jep vlerë më të shtuar arti dhe talenti Safet Regjës. Prandaj besoj që ky është emocioni më i mirë që jep shpirt kësaj ekspozite. Në traditën tonë zakonisht merr duart rukitja ai që flet, e unë sot nuk i meritoj, i meriton Safet Regja. Falenderoj profesorin Safet Gërgjaliu për fjalën e tij dhe për vlerësimin e krijimtarisë doktor Safet Regjës, sepse e vërtet që krijimtaria e profesorit e doktorit Safet Regja është një krijimtari e veçantë që përmes pikturave shpërfaq ndjesinë e brendshme dhe në ato piktura secili mund të gjejë diçka e padyshim ata që kanë dërguar fotografitë e tyre të cilat janë shndruar në pikturë kanë një mesazh të veçantë. Në këtë organizim e kemi të pranishëm edhe një bashkëdhetar tanin i cili vjen nga Holanda dhe i cili është i pranishëm çdo herë në aktivitetet tona dhe me fjalën e tij e begaton çdo herë çdo aktivitet që e mbajmë, andaj me shumë kënaqësi e ftoj aktivistin ton të palodhshëm, bashkëdhetarin ton Nazmi Jusufi. Unë fillim dua të përshëndes të gjithë të pranishmit, me qenë se është hera parë që para një stafi aq të gjerë të kulturës, të artit, të qytetit tonë, intelektualve, dashamirë të artit dhe të kulturës dhe të krijimtarisë në përgjithësi, të marrë fjallën dhe të thëmë disa fjallë. Safet kërkoj falë, me qenë se kumë përgatitë, që ka ne ekonomistat zakonisht i përgatitëm gjërat, dhanat, shifrat, indeksat, mënyrë të bindim opinionin se ashtu është e vërteta. Kështu që të dashur artist, krijues, dashamirës të kulturës, të artit, njerëz të mirë të qytetit të Vushtrisë, i nderuar dhe i dashuri artist mjeshtër Safet Regja, është nder, është privilegj, është kënaqësi që para gjithë juve, para qytetarëve të Vushtrisë, të marrë fjallën dhe në emër të diasporës sonë, që unë do të quaj mërgata jonë e begatshme, mërgata jonë e pasur, mërgata jonë historike, lavdishme, të flasë disa fjallë para jush dhe të vlerësojmë punën artistike, punën krijuese të doktor Safet Regjës. Sot Vushtria, një qytet me histori, tradit, trashëgimi të pasur, shpirtërore, bëhet edhe një herë hapësirë kur arti pamor ndëshmon fuqinë e tij për të ndërtuar ura ndërmjet brezave, për të zgjuar ndjeshmëri njerëzore dhe për të bërë kulturën një formë të dialogut të përhershëm. Ekspozita krijuesit Dr. Safet Regja nuk është vetëm një koleksion veprash të vendosura në muret e një galerie. Ajo është një rrëfim vizual ku çdo tablo përfaqëson një fragment të mendimit, një emocion të sublimuar dhe një reflektim mbi njeriun, mbi kohën dhe mbi hapësirën. Arti pamor ka privilegjën e rrallë të flasë pa zë. Ai nuk përdor argumente, por forma, nuk përdor retorik, por ngjyra, nuk imponon përfundime, por krijon hapësirë meditimi. Pikrisht në këtë dimension shfaqet vlera e krijimtarisë Dr. Safet Regjës, e cila fton shikuesin të mos jetë vetëm spektator, por bashkëbisedues me veprën. Një vepër artistike nuk matet vetëm me përsosmërinë teknike, ajo matet me aftësinë për të mbetur në kujtesë, për të provokuar mendime dhe për të zgjuar emocionin.
Kur arti arrin të realizoj këtë, ai nuk i përket vetëm autorit, ai bëhet pasuri e përbashkët kulturore dhe kombëtare. Në këtë kuptim, krimtaria Safet Regjesh dëshmon se arti nuk është zbukurimi i realitetit, po interpretimi i tij. Ai nuk riprodhon botën, ai e rikrijon atë nëpërmjet ndjeshmërisë artistike, duke i dhënë publikut mundësinë të shohë përtej asaj që syri percepton në përditshmëri. Për ne si mërgatës, si diasporë shqiptare, arti mbetet një nga shtyllat më të rëndësishme të identitetit kombëtar. Në lartësi nga valindja, pikërisht kultura, letërsia, muzika dhe arti pamor kanë qenë ura që na kanë mbajtur të lidhur me rrënjët tona, me identitetin ton, me kombin ton, me valindjen ton. Prandaj çdo krijues që pasuron fondin kulturor shqiptar nuk krijon vetëm për një qytet apo për një brez. Ai kontribon në kujtesën e përbashkët të kombit. Historia e artit na mëson se qytetrimet nuk mbahen mend vetëm me fitoret politike apo zhvillimet ekonomike, por mbi të gjitha për ngjyrmet artistike që u kanë lënë brezave. Galeritë, muzeet dhe veprat e artistëve janë arkivat më të gjata të qytetrimit njerëzor. Prandaj ekspozita sotme është më shumë se një aktivitet kulturor. Ai është një akt besimi në fuqinë e krijimtarisë, në vlerën e bukurisë dhe në përgjegjësinë që ka ndaj shoqërisë. Në një kohë kur bëhet lëviz me ritme të shpejta dhe komunikimi shpesh bëhet sipërfaqësor, arti vazhdon të jetë gjua më sinqertë e shpirtit njerëzor. Ai nuk njeh kufi politik, nuk ka nevojë për përkthyes dhe nuk i nënshtrohet kohës. Kjo është arsyeja pse veprat autentike jetojnë më gjatë se sa që ka lindur vetë epoka. Safet Regja përmes përkushtimit të tij krijues na kujton se artisti është kronist i heshtur i kohës së vet. Ai nuk shkruan histori me fjalë, por me dritë, me ngjyrë, me kompenzim dhe me simbolik. Çdo vepër e tij është një dëshmi se arti lind aty ku talenti takohet me punën, ndërsa frymëzimi me përgjegjësinë estetike. Në emër të diasporës shqiptare, shprehemi njohjen tonë për këtë kontribut të çmuar të kulturës shqiptare. Urojmë që kjo ekspozitë të jetë frymëzim për brezat e rinj, dëshmi e gjallë e potencialit krijues shqiptar dhe një pikë referimi në jetën artistike të komunës sonë të Vushtrrisë, por edhe më gjerë. Sepse në fund të fundit artisti nuk matet me numrin e veprave që krijon, por me gjurmët shpirtërore që lënë ndërgjegjen e shoqërisë sonë. I falemnderit shumë. Falenderoj mikun tim Nazmi Jusufin për fjalën e tij, për vlerësimin e pikturës, për vlerësimin e kulturës dhe për vlerësimin në këtë rast të profesionistit tonë të artistit Safet Regja. Me të vërtetë është shumë e natyrshme që në këtë rast shumë njerëz do të dëshironin të thonin disa fjalë për Safet Regja, mirë, po duke qenë se Safet Regja është një autoritet i njohur edhe si profesionist i fushës së shëndetësisë, por edhe si artist. Besoj që sot do të flasin më shumë pikturat e tij, por me që e kemi të pranishëm doktor Safet Regjen, besoj që edhe ky me një fjalë falënderuese para jush do të paraqitet. Kështu që ftoj. Mua s'më mbetet asgjë tjetër vetëm të falenderoj krejt pjesëmarrësit që tu ku janë, edhe diasporën që ka ardhur këtu. Këta që falen pak më do këse më glorifikun, pak nuk jam komedit, po falemderit shumë, e kështu që tjetër sen zdu me folë kur gjë. E shohin veprat edhe ato më basev do flasin vetë. Të nderuar mysafir, duke ju falenderuar për praninë tuaj, tani ju ftoj që të bashkoheni në ekspozitën e artit pamor të artistit Safet Regja dhe përmes veprave të ekspozuara të përjetoni emocionin, mesazhin dhe bukurinë që vetëm arti di ta përcjell. You bring me down for all to see, then switch it up and treat me right. You promise sun, but you bring rain. I still love what you do to me.
highest highs, the lowest lows. You take me to every extreme.